Ibadeti në Islam, apo adhurimi në Islam, gjithashtu është i liruar edhe, apo i çlirum është edhe nga vendi. Do të thotë nuk është i kufizuar me vend. Ju ndoshta keni dëgju në kohën e Hazreti Musës, apo në kohën e pejgamberëve të tjerë, po transmetohet për Hazreti Musën, se adhurimi është dash pa tjetër të bëhet në vend të caktuar. Nëse ti për shembull në kohë nuk e mbrin xhami, nuk e mbrin xhamin në kohë, në atë kohë, ma nuk falet e. Pa tjetër është dash të jetë në vend të caktuar, në atë faltorën që e kanë pas. Ndërsa ibadeti në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo në periudhën e dërgesës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lirohet nga kufizimi me vend. Edhe bëhet si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, "Ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura." Mua më është bë toka krejt xhami, edhe krejt toka më është bë e pastër. Andaj, ku t'ju zen juve koha e namazit, ju duhet të faleni. Pa marrë parasysh se nuk është xhami, pa marrë parasysh se je për shembull dikun në rrugë, në udhtim, apo pa marrë parasysh se mund të jesh bie fjala në burg, apo dikun tjetër, pa marrë parasysh ku je. Ti e ke vendin e pastër, edhe lejohet të falësh, jo e lejohet, po kërkohet prej teje që të falësh. Do të thotë Allahu xhaleshanuhu nuk e ka kufizu me vend, siç e ka kufizu në popujt e mëparshëm.